Të nderuar miq, përshëndetje. Do të flasim sot për dy qytete, dy emra të rëndësishëm në historinë dhe besimin islam. Do të flasim për Mekën dhe Medinën. Çfarë kuptojmë me këto dy emra, çfarë na thonë dhe çfarë urtësish dhe mirësish kanë këto dy emra në fenë islame. Cilat janë të veçantat e këtyre dy qyteteve dhe cilat janë vlerat që mbartin këto dy qytete. Për të na treguar më tepër mbi Mekën dhe Medinën, sot kemi të ftuar Hoxhën e nderuar, të ftuar në përhershëm të këtij takimi, Ahmet Kalaja. Hoxh, mirë se erdhët. Mirë se gjetëm. Hoxh, nëse do mundohemi të përkthejmë ose të kuptojmë këto dy emra, pra Mekën dhe Medinën, a ka një përkthim të tyre, a ka një origjinë të këtyre dy fjalëve? Normalisht dhe është shumë e zakonshme që për çdo besimtar dhe besimtare të dihet se ç'është Meka si qytet dhe ç'është Medinja, pasi çdo njeri, çdo besimtar e ka për ëndër, sidomos në këtë kohë si është si koha haxhi. Domethënë njerëzit e kanë për ëndër ta vizitojnë Mekën për të bërë haxhin, po dhe të vizitojnë Medinën, vendin ku ka jetuar ose ka kaluar, le të themi, gjysmën e profecisë në të pejgamberi alayhi salatu wassalam. Faktikisht, nëse do të ndalim te kuptimi gjuhësor i fjalës, Mekë nënkupton, domethënë janë dhënë më shumë se 7-8 mendime se nga buron si fjalë, ka që gjuhë arabe, domethënë e ka hapësirën për të pas interpretim. Kanë thënë që Mekë nënkupton një luginë e cila ka pak ujë, një nga kuptimet. Një nga kuptimet kanë thënë Mekë nënkupton vendin ku njerëzit duartrokisnin, sepse ka qenë pjesë e adhurimit që ata kur rrotulloheshin rreth Qabës, pra duartrokisin një formë të caktuar, sipas një riti të caktuar. Prej kuptimeve të saj nënkupton vendin që zhduk, si më thon, tiranët, pra aty nuk mund të jetojë një tiran normalisht. Pra vendi që pra diktatura nuk e kanë të gjatë në atë. Nuk e kanë të gjatë në Mekë, gjithmonë flitet. Prej kuptimeve është vendi ku derdhen mëkatet e njerëzve. Prej kuptimeve vendi ku njerëzit qajnë, pra me kuptimin për mëkatet e tyre dhe, si më thënë, streha e pendimit, pra mund ta përshtasim. Prej kuptimeve që është dhënë në kuptimin e fjalës Mekë është vendi ku njerëzit vinë nga ana e anës. Dhe faktikisht ky kuptim i fundit ka të bëjë shumë, sepse ka të bëjë me thirrjen e Ibrahimit, me haxhin që e ka nisur babai i njerëzimit Ademi alayhi salatu wassalam. Pra, të gjitha këto kuptime, po të analizosh në një moment caktuar, po në një fragment caktuar të panoramës së madhe të Mekës, marrin gjithsecila kuptimin e tyre, si nga uji i pakët, si nga grumbullimi i njerëzve dhe ardhja nga ananës, dhe kuptimin e vendi të synuar nga njerëzit, pra vendi që synohet nga njerëzit, dhe ne po të shohim për shembull, njerëzit i drejtohen Mekës nga të gjitha anët kur falen namaz. Njerëzit e synojnë Mekën nga të gjitha anët kur duan të bëjnë haxhin. Vendi i lotëve, është e vërtetë që shumë njerëz kur shkojnë atje shkrehen fare në lot, përgjërohen përpara Zotit. Pra, le të themi, mund të themi një mozaik kuptimesh. Një mozaik kuptimesh, por që faktikisht kanë të bëjnë edhe me të vërtetat që kanë të bëjnë me Mekën si qytet. Normalisht Meka ka edhe emra të tjerë, por emri i njohur është Mekë që përdorim ne, po kemi emrin kuranor dhe emrin e librave të mëhershëm. Emri kuranor dhe emri i librave të mëhershëm është Beka. Pra, nëse do të lexojmë në Dhjatën e Vjetër, e gjejmë emrin Beka. Dhe në Kur'an e gjejmë emrin Beka gjithashtu. Dhe prej emrave të saj është Umbul Qura. Prej emrave, ti përkthejmë shqip, Beka, lugina e përgjërimit. Sepse është Mekën, po ta shohësh se rrethuar nga 4 anët me male, dhe është një, po ta shohësh domethënë në fotot e vjetra, do ta shohësh që është në kryqëzim të një lugine e cila ka qenë një lugine e cila s'kishte asgjë. Pra luginë e thatë dhe lugina e lotëve, pra me kuptimin e përgjërimit ndaj Zotit. Ka kuptimin Umbul Qura, ose për emrave është Umbul Qura. Umbul Qura do thotë baza e qytetërimeve, si më thënë fillesa e qytetërimeve, Umbul Qura. Pra aty ka filluar gjithçka, sepse ne besojmë se Ademi dhe Havaja, para masi zbritur nga xheneti, janë takuar për herë të parë në Arafat dhe pastaj kanë zbritur në Mekë, që është ngritur dhe për herë të parë Qabja. Pra historia e Mekës është e lashtë. Pra është si më thënë qyteti i parë ose vendbanimi i parë i ngritur në tokë.
Pra aty ka filluar, po themi, jeta njerëzore, organizimi i jetës shoqërore dhe pra aty pastaj është bërë shpërndarje në gjithë botën. Gjitha cilësimet. Vjen me prej emrave gjithashtu është El Beled El Emin, vendi i sigurt, pasi në Mekë nuk lejohet të derdhet gjaku, nuk lejohet lufta, nuk lejohet që të priten pemët që kanë mbirë natyrshëm, nuk lejohet gjuetia në kufit e haremit. Vjen me emrin El Harem, pra vendi i shenjtë. Këto janë disa nga emrat, le themi, të Mekës, që të gjitha, domethënë, kanë ato kuptimin e vet real në raport me mënyrën se si Zoti i Madh ka bërë të funksionojë ky vend i shenjtë. El Beledul Haram, vendi i shenjtë ose qyteti i shenjtë, se haram nuk nënkupton thjesht haramin, por nënkupton edhe shenjtërinë. Për këtë arsye kanë thënë është quajtur haram, se Zoti aty ka përcaktuar një lloj, le të themi, kufiri që tregon sa e shenjtërojmë ne Zotin kur ndërmarrim për të bërë një haram. Se nëse do shenjtëronim Zotin siç e meriton, nuk do të afroheshim haramit, për këtë arsye është quajtur të haram. Pra El Beledul Haram, pra vendi i shenjtë, vendi i bekuar nga Zoti. Domethënë këto janë disa nga emrat e Mekës dhe disa nga kuptimet le të themi gjuhësore, por që kanë bërë, ndërsa në kuptimin fetar, pra në kuptimin si term, Meka është vendi ku muslimanët drejtohen për faljet e tyre dhe muslimanët e synojnë për të bërë ritin e umres edhe të haxhit, dhe është vendi që muslimanët vinë nga gjithë bota për të bërë, domethënë, adhurimin e haxhit, një vend që ka vlerat më dha tek Zoti i gjithësisë, nuk është si vendet e tjera. Ndërkohë, ashtu siç ju thatë, që çdo besimtar synon dhe ndëron vizitën e Qabes, por se edhe në pamundësi për të vizituar atë, i drejtohet përmes namazit vet. Ndërkohë, çdo kush që shkon atje, menjëherë dëshira e dytë është të vizitoj Medinën, qytetin e Profetit alayhis salam. Ky qytet çfarë kuptimesh ka dhe pse ka këtë emër, si mund ta përkthejmë? El Medina është i vetmi vend në botë që quhet El Medina. Çdo qytet tjetër quhet Medina, kurse këtu është El Medina, El Medinatul Munawwara. Medinja e ndritur, le të themi kështu. Pra, kjo El Medine e bën të shquar, e bën veçantë, dhe faktikisht edhe Medinja nuk ka vetëm këtë emër, ka dhe emrat e tjerë, por El Medine është shquar me këtë emër sepse qytetërimi islam filloi aty. Pra, El Medine do thotë qyteti. Dhe e ka marrë këtë emër sepse qytetërimi islam, pra me kuptimin, islamin e kemi me dy faza të zhvilluar. Islamin e përndjekur, islamin jo të plot me kuptimin e tij se si duhet funksionojë feja për njerëzimin në Mekë, dhe kemi islamin e plotësuar dhe modelin se si duhet funksionojë islami për njerëzimin mbar është ai i Medinës. Pra shoqëria e parë islame formohet në Medinë. Po, pra civilizimi islam, pra një civilizim i cili ka filluar para 1500 vitesh dhe vazhdon të ekzistojë deri më sot dhe do të vazhdojë deri në Kiametit, origjinën e ka pikërisht nga El Medine, pra nga qyteti i Medinës. El Medinja, pra Medinja, është një qytet që më herët ka qenë quajtur Yathrib. Për këtë arsye në librat e mëparshëm nuk e gjejmë emrin Medine, po e gjejmë emrin Yathrib. Yathrib është quajtur me këtë emër më herët sepse ka qenë vendi i malarjes. Edhe si më thon, vendi i keq, vendi i sëmundjeve. Dhe profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të, gjëja e parë që bëri kur erdhi në Medinë ndryshoi emrin. Dhe e bëri Taibe vendi i mirë. Ka qenë cilësi e Profetit alayhis salam që sa herë shifte emrat që inspironin pesimizëm, i ndryshonte. Jo vetëm kaq, po nuk mund të jetë më një vend i keq me ardhen e njeriu më të mirë, njeriu më të zgjedhur dhe më të dashur të Zotit. Pra ja vuri emrin Taibe dhe ja vuri emrin El Medine. Madje, profeti, bekimet e Zotit qofshin mbi të, tha se malarja që ishte karakteristik e Medinës në atë kohë, me ardhin e profetit alayhis salam, Zoti e çoi diku në një vend tjetër, në një vend që quhet Xhof, pra e shpërnguli nga Medinja në një vend tjetër dhe Medinja u pastrua me ardhin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Normalisht edhe Medinja, le të themi, historikun e ka të hershëm. Pse ka të hershëm? Në librat e mëhershëm, pra flas gjithmonë në librat që kanë ardhur përpara profetit alayhis salam, kur flitej për profetin e fundit i peshin disa, le të themi, veçori. Dalja e yllit të rreth prerëve,
gjë që e hasën dhe filluan ta kërkojnë, siç po të lexojmë në jetën e pejgamberit alayhis salatu wasalam, në rastin e Behiras, pra nëse ke dëgjuar për rastin e Behiras, kur Abu Talibi ishte bashkë me pejgamberin alayhis salatu wasalam dhe ai u dha dreke dhe ju tha ruajini djalin, ktheheni mbrapsht, në atë moment vin 7 ushtar që vinin nga perandoria romake, bizantine, dhe të cilët, si më thon, perandori kishte shpërndar për të kërkuar se ku është ai djaloshi, sepse thuhet që ka lindur etj për të eksploruar mbi djaloshin ose mbi njeriu i cili është profet. Dhe Behira ju tha, a më jepni besën e Zotit që, domethënë, unë do t'ju them të vërtetën, po nuk do ta tregoni sekretin. Ata i thanë po, tha djaloshi është ky dhe ai do të kthehet tani. Besa që mos ta tregoni këtë gjë. Ato i thanë do të rrim me ty dhe ata 7 ushtarët kanë ndetur me Behiran. Pra, domethënë në librat e mëhershëm, këtë dua të them, përmendej lindja e profetit fundit me emrin Beka dhe përmendej ku do të zhvillojë ai aktivitetin e tij i Yathrib. Për këtë arsye, kjo është e vetmja mënyrë justifikimi se përse në Medinë duhet kishte tre hebreje. Fisi Beni Kainuka, fisi Beni Qurayza dhe fisi Beni Nadir. Pra ishin 3 fise që mbas kthimit të tyre nga Babilonia nuk u kthyen në Jeruzalem, po qëndruan në Medinë, nga që shkalla e lartë e tyre e diturisë dhe humbtimi i tyre mbi shkencat, le të themi, teologjike ishte shumë i lartë. Ata e kuptuan se profeti i fundit duhet të vinte ose të lindte në Yathrib. Për këtë arsye, ata qëndruan në Medinë me shpresën dhe me besimin se do të jetë prej tyre profeti i fundit, sepse Zoti i tha Abrahamit, unë do të bëj beslidhjen time mes djalit tënd vetëm, që ishte në atë kohë Ismailit, dhe djalit tjetër, me të dy. Me djalin tjetër erdhën gjithë profetët dhe mbeti beslidha e Ismailit. Ata duke qëndruar në Medinë dhe duke u përzier me banorët e Medinës, duke u martuar me arabët e tjerë, shpresonin që të ishin pikërisht tek ata ose të ishte tek ata edhe profeti i fundit. Për këtë arsye, një nga arsyet sepse pranuan Islamin banorët e Medinës shumë shpejt, në rastin e Akabes së parë dhe Akabes së dytë, ka qenë fakti që hebrejt vazhdimisht ju thoshin, tani ka ardhur koha e profetit ton, profetit fundit, ata beson se do ishte prej tyre dhe do t'ju shfarosim siç ka shfarosur Zoti popullin e Adit dhe popullin e Themudit. Pra nuk ishte surprizë për medinasit ardhja e profetit të ri, sepse tashmë ishte e bizeduar dhe ajo që mua më intereson është se është e vjetër historia e Medinës, përderisa qysh në shpërnguljen, pra kthimin e tyre nga Babilonia, kemi ndarje dhe degëzim dhe qëndrim. Ka prej atyre që qëndruan në Medinë dhe ka prej atyre që qëndruan diku tjetër për rreth Medinës, me shpresën sepse në cilësimin e vendit profetit fundit thoshte, në nga dishën arabik, në një vend që është në një lugin e rrethuar nga gur vulkanik ku ka shumë palma. Për këtë arsye hebrejt u ndanë në 2 degëzime. 3 fiset vogla erdhën në Medinë, sepse menduan që kjo është, dhe fisi tjetër, një fis shumë i madh, qëndruan në Hajber. Dhe në të dyja rastet prisnin profetin e fundit. Pra e përmenda këtë si historik të vogël, thjesht për treguar që edhe Medinja e ka historinë e lashtë, është një qytet i lashtë, i synuar, qysh më herët, po thjesht në një kohë ka qenë si, le të themi, në pauzë deri me ardhen e profetit, bekimet e Zotit qofshin mbi të. Ndërkohë, këto 2 qytete janë dhe, po themi, 2 qytetet më të vlerësuara dhe 2 qytetet e shenjta në historinë islame. Çfarë shenjtërie ka Meka, çfarë vlere ka Meka dhe Medina ndërkohë? Kur themi qytetet të shenjta apo vendet të shenjta, ne nuk kuptojmë që njeriu aty duhet të marrë nga dheu apo nga gurët apo të fërkohet apo të lejë rrobat që të ecin mbar e kështu me radhë. Shenjtëria këtyre 2 vendeve nuk kupton vlerësimin e madh të namazit në to, dhe nënkupton rrezikun e keqdashjes për të bërë një veprim që i sjell dëm këtyre 2 vendeve, dhe e treta u bën 3, është ndalimi i gjuetisë dhe i luftës. Pra, këto vende janë të shenjta për shkak të shumë fishimit namazit. Në Medinë, po të falësh një namaz në xhamin e profetit alayhis salatu wasalam, e merr shpërblimin sikur ke falur 1000 namaze në çdo vend tjetër të botës.
ndërsa në Mekë po të falësh një namaz, e merr shpërblimin sikur ke falur 100.000 namaze në çdo vend tjetër botës përveç Medinës. Janë të sheta me kuptimin se njeriu në këto vende, domethënë, nuk mund të bëjë diçka të keqe, sepse në momentin që dëshiron në të bëjë të keqe, minjëherë Zoti ja jep. O men yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudhiqu min adhab. Cilido që dëshiron të bëjë keq, pra në Mekë ose në Medinë, Zoti thotë do të jap ndëshkimin shumë shpejt dhe afër, pra nuk i vonohet ndëshkimi për në botën tjetër. Nuk lejohet në to lufta, pra nuk bëhet luftë në to, nuk mund të erdhet gjak, dhe nuk lejohet gjuetia, siç e përmenda pak më herët, apo shkulja e pembe që mbin nga toka, normalisht në një kufi të caktuar, jo në gjithë Mekën, sepse Mekja tashmë është me miliona banor, edhe jo në gjithë Medinën, sepse ajo tashmë është me miliona banor dhe shumë shtri, bëhet fjalë vetëm në disa kufi që i ka përcaktuar profeti alayhis salam, kufit e haremit, pra e tokës së bekuar të Medinës, brenda Medinës, dhe kufit e haremit në Mekë, tokës së bekuar brenda Mekës. Po ndërkohë, çfarë pëlqejet të bëhet te këto qytete? Pra ju pak a shumë na thatë se çfarë nuk pëlqejet dhe çfarë duhet kemi kujdes, po a ka diçka specifike që veprohet të bëhet gjatë vizitës së këtyre vendeve? Përpara se të themi këtë, do të përmendim, domethënë, vlerën që ka, domethënë, këto dy qytete. Këto dy qytete kanë një vlerë të madhe në Islam, e përmend edhe ti pak më herë kur the se muslimanët i drejtohen për namaz. Po jo vetëm kaq, Zoti i Madh aq shumë i ka vlerësuar këto dy vende, saqë zgjodhi që profeti i fundit të jetë pikërisht nga këto dy vende. Është si puna e një gostie të madhe, dhe njeriu në një gosti të madhe, atë andej nga fundi çfarë bëhet, nga fundi, domethënë, e fikson. Kështu që edhe gostia e Zotit për njerëzimin, që është ardha e profetëve, e besimit islam nëpërmjet gjithë profetëve, e librave qiellor, Zoti zgjodhi pikërisht që gostinë e tij të fundit me tokën dhe me njerëzimin ta bëj pikërisht në Mekë dhe në Medinë. Sikur mos kishte, domethënë, Mekë dhe Medina asgjë tjetër, vetëm se këtë mirësi, domethënë që Zoti zgjodhi që gostia e tij e fundit e mëshirës për njerëzimin të jetë Mekë dhe Medinë, kjo do të ishte mjaftueshëm për treguar vlerën që kanë këto dy vende. Normalisht, po të shkojmë për shembull pak në jetën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, mendoj atë momentin kur profetit i vjen shpallja për herë të parë, takohet me Xhibrilin për herë të parë, gjitha këto kanë ndodhur në Mekë. Kështu që zemra e besimtarëve është shumë e lidhur me Mekën. Qabja, rrotullimi rreth Qabës, haxhi, umreja, mrekullitë që Zoti ka lënë në Mekë. Zoti thotë ka lënë në Qabë disa mrekulli. Dhe ai njëri që shkon atje i përjeton, i ndjen këto gjëra. Pastaj llogarit për shembull momentin kur profeti alayhis salam detyrohet dali, sprova, një nga sprovat më të mëdha që ka përjetuar pejgamberi sa për ndjekja nga banorët e Mekës për hir të vërtetës dhe në emër të vërtetës. Dhe kur ai po dilte, thot: "O Allah, o Zoti im, ti e di që Mekka është vendi më i dashur në zemrën time dhe në shpirtin tim." Edhe drejtohet nga Mekka, thot: "Ti e di se je vendi më i dashur në shpirtin tim dhe në zemrën time. Po mos më kishin nxjerr, nuk do të dilja kurrë prej teje." Dhe pastaj vazhdoi për Medinë. Pastaj kur erdhi në Medinë, mënyra se si pejgamberi alayhis salam u lidh shumë me Medinën. Pra ndodhte që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam të shkonte diku edhe me të mbaruar punë nuk qëndronte, nuk rrinte kthehej më një herë në Medinë. Pra zemra e tij u lidh shumë me Medinën, nuk bëhej rehat, nuk qetësohej, nuk gjente prehje dhe qetësi vetëm se në Medinë sallallahu alajhi wasallam. Dhe kjo qetësi dhe kjo prehje i ka mbetur Medinës edhe sot e kësaj dite. Pra njeriu kur shkon në Medinë, besimtari musliman, ndjen një lloj qetësie, një lloj rahatie, një lloj prehje që ndoshta nuk e ndjen as në Mekë kur qëndron, përveç Qabës që është temë tjetër dhe përveç rastit të haxhit. Pra është diçka krejt ka mbetur, sepse edhe trupi i pejgamberit sa është akoma aty. Pra ndryshe nga Mekka, ka jetuar për një kohë pejgamberi sa apo pejgamberët e Zotit dhe janë largu. Ka mbet vetëm Qabja, xhamia e shenjtë dhe ato vendet e riteve dhe kaq. Ndërsa Medinja, profeti iku nga Mekka ku në Medinë dhe është aty akoma pejgamberi alayhis salam, kështu që ajo qetësia, ajo rehatia shpirtënore, ajo kënaqësia e brendshme, një lloj qetësie që njeriu gjen në Medinë, nuk e gjen në asnjë vend të botës as në shtëpinë e tij. Madje edhe sahabët Ebu Bekri, Omeri vendosin që të prehen në Medinë, edhe pse origjina e tyre ishte nga Mekka. Po absolutisht gjithë muhaxhirët, asnjëri prej tyre nuk ka dashur që të kthehet në Mekë, domethënë gjithë kanë lënë Mekën me kuptimin për hir të Zotit dhe nuk donin që t'ju prishej shpërblimin, sepse ka një transmetim që profeti thotë, ai njeri që kthehet në vendin prej të cilit ka emigruar dhe qëndron më shumë se 3 ditë i humb shpërblimi i emigrimit.
Për këtë arsye ata kur shkojshin për haxh ose për umre, qëndronin sa ishte e nevojshme dhe me të mbaruar punë ktheheshin në Medinë. Pejgamberi alayhis salam në një rast tregon se thotë do të çlirohet Damasku, Shami, do të çlirohet Iraku, do të çlirohet Egjipti, do të çlirohet Konstantinopola dhe njerëzit do të ikin nga Medinja. Thotë Medinja është më e mirë për ta sikur ata ta dinin. Ose tha një rast tjetër, imani dhe besimi kthehet në Medinë ashtu siç kthehet insekti apo zvarraniku në folen e vet në fund të ditës. Ose tha, Zoti e ka ruajtur Medinën dhe çdo njeri që tenton në të shpalos një risi ose bidat, pra sajes, Zoti do ta tres ashtu siç tret kripën në ujë. Pra Zoti i Madh i ka ruajtur këto vende, do t'i ruaj këto vende dhe është një, le të themi, një profeci, edhe është një mrekulli e Zotit që në këto vende, qysh nga koha e pejgamberit alayhis salam deri më sot, sidomos flas për Mekën dhe për Medinën, nuk është parë të diçka që bie ndesh me sheriatin, pra me kuptimin e gjykimit, e rregullimit të jetës, siç nga koha e pejgamberit alayhis salam. Kështu që janë dy vende që kanë vlerë të veçantë, janë shumë të vlerësuara. Pejgamberi alayhis salam në një rast tha, në këto dy vende nuk futet Dejjali, pra sprova më e madhe që të kalojë njerëzimi, nuk do të ketë aftësi të i kalojë pra Mekën edhe Medinën, ose tha për shembull murtaja ose kolera nuk te kalon kufit e Medinës, edhe kufit e Mekës. Pra ka me lajke Zotit që e ruajnë nga Dejjali, e ruajnë nga kolera, e ruajnë nga murtaja, por nuk depërton dot në Mekën në Medinë. Kjo është mrekulli e të Madhit Zot dhe bekim nga i Madhi Zot. Hoxh, dhe bëjmë shkutje të shkurtër dhe kthehemi sërish tek vlerat e dobitë dhe mirësitë e këtyre dy vendeve. Ndërsa miq, shkëputemi për pak momente dhe rikthehemi pas pak. Rikthehemi sërish miq bisedës tonë ku po flasim për Mekën dhe Medinën, këto dy qytete të rëndësishme, madje më të rëndësishme në fenë islame, dhe Hoxha po na shpjegon pikërisht vlerën që ndodhet në këto dy qytete. Ndërkohë kur shkon në Mekë, vendi pra më i synuar dhe më i nderuar nga gjithë besimtarët, nuk shef atje ndonjë bukuri natyrore, pra kryesisht aty ka shkëmb dhe shkretëtir, po prapë mbetet vendi më i dashur për besimtarët. Ku është urtësia që vendi më i vlerësuar dhe më i dashur të mos jetë i mbushur po them me parqe apo me lulishte? Ku qëndron urtësia e kësaj? Jo, Meka në vetë tani me modernizmin ka parqe dhe ka lulishte, por faktikisht si vend është një vend ashtu siç e thot Zoti në Kur'an, wadin ghayri dhi zara, pra një lugin që nuk ka në të gjelbërim. Pra edhe thuar nga male shkëmbore, edhe pse janë munduar ndoshta në periferitë. Dhe dietarët, le të themi, shkollarët e Islam përmendin një urtësi shumë interesante, thonë sepse njeriu që shkon në Mekë, shkon për Mekën dhe nuk shkon për asgjë tjetër, shkon për Ka'ben dhe për asgjë tjetër. Pra vendi nuk është sinqeritetit diçka tjetër që ty tërheq atje, pra nuk është mali apo nuk është lugina apo freskia. Pra nuk ka logjikën e turizmit tash. Absolutisht jo. Domethënë njeriu kur atje shkon, domethënë shkon siç e themi në gjuhën islame kështu, për izat Zotit, pra për hir të Zotit, me qëllimin e vetëm për të fituar kënaqësinë e Zotit, me qëllimin e vetëm që dali pa mëkate dhe pa gjuna dhe nuk ka arsye tjetër se pse duhet shkoj. Pra me të vërtet njeriu qysh kur niset e ka ndarë mendjen. Ashtu thimi shpirtit më tepër se sa i trupit. Kam qenë në një dilemë Hoxh kur më ka ndodhur që të jem në Mekë dhe kur jam kthyer njerëzit në përgjithësi kanë këto imazhe të bukura dhe thonë aty ishte shumë bukur, edhe e kisha vështirë të thosha po ishte shumë bukur, se nuk ishte bukur me atë pritshmërinë që kishin njerëzit. Me kuptimin që njerëzit po bënin po ndërkohë është vendi që nuk e zvendëson me asgjë tjetër. Pra edhe pse nuk është po themi i bukur në pamje të parë, prap kënaqësi. Faktikisht janë dy vende, unë kam thënë gjithmonë dhe e kam përjetuar, pa edhe ti ta kesh përjetuar, janë dy vende që kur shkon njeriu atje humb dimensionet e kohës, dimensionin e vendit. Pra përjeton diçka tjetër, njeriu del komplet, domethënë është një përjetim që janë asnjë vendi tjetër, asnjë. Ndërkohë ishim pikërisht tek këto se çfarë mund të bëhet, çfarë vlere ka. Por përveç Ka'bes në Mekë, a ka vende të tjera ku besimtari duhet i vlerësojë dhe ka vlerë në Islam, duhet i vizitojë? Për sa i përket faljes namazit, kemi dy interpretime mes shkollave islame. Një interpretim që thotë kudo që të falet në haremin e Mekës,
jo në gjithë Mekën, po në pjesën e le të themi e tokës së shenjtë, Kufirit Mekës. po, kufirit parë quhet, e merr shpërblimin sikur të falet në Qabe, pra me 100.000 namaze, një namaz. Ndërsa ka një mendim tjetër që ndoshta edhe më qetësohet më shumë shpirtin të që vlen vetëm për xhamin e Qabes, pra vetëm ky shpërblim është vetëm për xhamin e Qabes. Në Mekë, përveç le të themi xhamisë Qabes, kemi domethënë Arafatin, kemi Muzdelifen, kemi Minan, mirë po bukuria e Islamit. Këto vende nuk vizitohen jashtë haxhit. Pra, nëse ti do të shkosh tani në Mina, s'ka asnjë lloj vlere. Nëse do të shkosh tani në Muzdelife, s'ka asnjë lloj vlere. Nëse do të shkosh tani në Arafat bësh dua, s'ka asnjë lloj vlere. E marrin vlerën pikërisht në kohën e adhurimit, ritit të haxhit, marrin vlerën e vet dhe si më thon aktivizohet mrekullia e Zotit për këta vende. Mbas tyre shfrytëzohet çdo gjë dhe thjesht janë vende të shenjta, po nuk e kanë atë bekimin dhe si më thënë atë mirësinë siç ndodh kur është tani njeriu mund të vizitojë, do të thonë mund të shkojë në vende të ndryshme, por faktikisht nuk është prej traditës profetike, do të thonë të vizitojë vetëm se Qaben, do të thonë për të bërë umren ose për të bërë haxhin. Nëse dikush shkon për të ditë diçka mbi historinë e tjerë, okay, mund ta bëj, po jo se është pjesë e fesë apo e adhurimit kjo gjë, apo duhet bërë se është sevap dhe shpërblim. Ndryshon me Medinën. Me Medinën, para gjithashtu duhet kemi parasysh se muslimani kur udhton për Medinën nuk udhton për arsye tjetër vetëm se për të arritur shpërblimin e namazit në xhamin e pejgamberit alayhis salam, sepse pejgamberi alayhis salam ka thënë, nuk i lejohet një besimtari të udhtojë për adhurim në asnjë vend tjetër vetëm se në 3 vende, Mekë, Medinë edhe Aksa. Kështu që ne udhtojmë dhe shkojmë nga Mekka në Medinë për arsyeën e parë se duam të falemi në xhamin e profetit alayhis salam. Për arsyeën e dytë se në Medinë ka disa veprime që bëhen gjithashtu. Për shembull, përveç namazit në xhamin e pejgamberit alayhis salam është selami mbi profetin alayhis salam dhe selami për Ebu Bekrin dhe Omerin. Për gjërave që bëhen në Medinë është namazi në Raudan Sherife, pra është si më thënë një kopësht për kopshteve të xhenetit. Prej gjërave që bëhen në Medinë gjithashtu është vizita e Baqias, pra janë varrezat e sahabëve afër xhamisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Kjo nuk bëhet se ne adhurojmë varrezat apo kemi ndonjë afeksion ndaj të vdekurve, por kjo bëhet si traditë profetike. Pra vetë profeti sallallahu alajhi wasallam kur ka qenë gjallë, para se të ndronte jetë shkonte dhe vizitonte, dhe po kështu vizitohet Uhudi, pra vendi i dëshmorëve të Uhudit, vendi pra ku pejgamberi sa para vdekjes shkonte, pra duhet bëjmë dallimin, pra nuk shkohet tek varreza e Baqias, se janë varreza apo ka aty sahabe të vdekur, jo, bëhet kjo punë sepse është traditë e pejgamberit alayhis salam. Pse shkohet tek dëshmorët e Uhudit? Bëhet kjo punë sepse është traditë e profetit alayhis salam dhe asgjë tjetër, edhe asnjë lloj lidhje tjetër. Gjithashtu pëlqejet që në Medinë njeriu, domethënë, të vizitojë xhamin e Kubas, pra xhamia e parë e ndërtuar me ardhin e profetit alayhis salam në Medinë. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë kur ai njeriu i cili pastrohet në shtëpinë e tij apo në vendin ku po jeton, siç është hoteli etj, dhe pastaj shkon në Kuba për të falur 2 rekat namaz, Zoti do t'i japë shpërblimin e umrës. Pra ai merr shpërblimin sikur ka bërë umrën në Qabe. Pra aq e vlefshëm është namazi. A ka vende të tjera që vizitohen në Medinë? Njerëzit vizitojnë dhe vende të tjera. Vendin ku ka ndodhur Hendeku, vendin ka ndëtur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në filan rast apo në filan vizite të tjera, mirë po të gjitha këto pavarësisht, domethënë se bëhen nga njerëzit qibletejni etj, nuk ka argument që të jetë nëse dikush e bën për histori dhe për ditë, për shkon për të përjetuar ndoshta ngjarje dhe histori që ka ndodhur, ku ka ndodhur kjo ngjarje, nuk ka problem. Nëse e bën për adhurim dhe për mbarësi dhe për bekim, atëherë këtu themi jo, sepse nuk ka argument dhe në këto gjëra patjetër duhet të ketë argument. Për gjëra interesante është se ashtu si në Mekë ka gjëra që janë nga xheneti në tokë, pra kemi gurën e zi që është nga i xhenetit në tokë, kemi Mekamin Ibrahim që është diçka e xhenetit e zbritur në tokë, edhe në Medinë kemi Rodën Sherife, pra tokën e bekuar të xhenetit, dhe kemi minberin e profetit alayhis salam, i cili thot pejgamberi alayhis salam është i vendosur mbi haudin tim. Haudi është rezervuari. Pra minberi i profetit alayhis salam është vendosur mbi rezervuarin e profetit alayhis salam. Normalisht këtu kemi një bashkim mes asaj që është fizike dhe asaj që është metafizike. Pra ne nuk e interpretojmë to se është ka të bëjë tani me metafizikën, po
Kështu ka njoftuar pejgamberi alayhis salam. Kështu që kemi dy gjëra nga xheneti, si në Mekë dhe në Medinë. Ndërkohë që nga koha kur këto dy qytete ka jetuar profeti dhe sahabët kanë kaluar së paku 1440 vjet. Sot çfarë mund të flasim për Mekën dhe Medinën? Përveç shenjtërisë që ka thënë Zoti, a ka në to dobi të tjera, pra si janë zhvilluar këto dy qytete dhe si kanë ruajtur karakteristikën e tyre? Domethënë këto dy qytete sot në këtë kohë janë zhvilluar goxha, modernizmi ka ecur shumë, njeriu aty gjen gjithçka çfarë nevojitet për sa i përket kushteve jetësore, le të themi. Por ajo pjesa shpirtërore ka mbetur. Gjë interesante çfarë ka mbetur në këto dy vende është edhe pjesa e diturisë dhe si më thënë informacionit mbi besimin. Akoma, pra në Mekë dhe Medinë kemi, le të themi, ato derset, mësimet ku dietarët japin mësim, ku në një rast për shembull tek mësimet e njërit prej tyre prezantojnë më shumë se 1000 veta njerëz që vijnë nga gjithë bota për të dëgjuar, për të marrë mësim. Po kështu edhe në Mekë, pra në xhami flas gjithmonë në xhami. Jo vetëm kaq, po është edhe standardizuar me kuptimin, le të themi, modern, situata e kërkimit të diturisë dhe kemi në këto dy qytete shumë fakultete dhe universitete, po në krye të listës qëndron fakulteti Ummul Qura, pra që është fakulteti i Mekës që ka Universiteti i Mekës që ka shumë deg, brenda vetëm teologjinë. Pastaj kemi edhe fakultetin e Medinës, Xhamiatul Islamiyye, që është fakulteti i cili përveç degës teologjike tashmë ka edhe shumë degë të tjera shkencore, IT, shkenca kompjuterike, ka mjeksi, ka, domethënë është hapur, domethënë në shumë shkenca. Dy universitete të rëndësishme në botën islame, të cilat vazhdojnë traditën e shpjegimit të interpretimit të fesë. Dhe për çdo vit, domethënë aty shkollohen, le të themi, marrin diplomat dhe shpërndahen nëpër botë thirrsa të njohur të islamit, pra që kanë mbajtur nga, le të themi, nga lindja e largët, pra në Japoninë, Kinë, kështu me radhë në Indi, e duke mbaruar pastaj me Kanadan, me Amerikën, nga le të themi veriu që është në Norvegji, e duke mbaruar me Afrikën e Jugut, pra ka bërë një shpërndarje brillante, domethënë, dhe domethënë zëri i islamit është përhapur nëpërmjet këtyre dy fakulteteve të mëdha, po jo vetëm, domethënë ai vend është i mbushur me fakultete, po si më thon më spikaturat dhe që kanë bën me temën tonë sot. Ngelen dy referenca të rëndësishme në botën islame. Absolutisht vazhdon edhe sot e kësaj dite të jenë burime drite dhe ftuesit në islam ose thirrsat në islam ose xhallarët dhe dietarët e mëdhej botëror në shumë raste ose në të shumtën e rasteve, sidomos ata që jetojnë në këtë kohë, domethënë kanë pikërisht burimin nga këto dy vende të shenjta. Hoxha, unë ju falenderoj për këto shpjegime dhe këto po them mirësitë që na treguat nga këto dy vende. Faleminderit dhe juve. Rëmi që folëm për Mekën dhe Medinën, pra këto dy vende të shenjta, shenjtëria të cilave ngelet deri në ditën e gjykimit, po gjithashtu për këtyre dy vende mësuam edhe shumë dobi të tjera dhe mirësi të tjera. Duke veçuar këtu dy universitete të rëndësishme të këtyre dy qyteteve ku mbeten dy referenca të rëndësishme në përhapjen dhe shpjegimin dhe interpretimin e fesë, edhe kur her pas here dalin keq interpretime apo keq kuptime, pra kemi së paku dy referenca ku kthehemi për kuptimet e duhura. Zoti shpëlbej që na ndoqët dhe miru takosh.